Tre persona të arrestuar në Dubai pritet të ekstradohen sot drejt Tiranës. Bëhet fjalë për shtetasit Maksim Koçi, Ado Gjika dhe Ervis Daka. Ata dyshohet se janë pjesë e bandës së Talo Çelës. Ata janë arrestuar më 8 maj, ndërsa pritet që të ekstradohen ditën e sotme, siç njofton policia e shtetit. Ervis Daka, 38 vjeç, akuzohet për tentativë vrasje, sigurimi i kushteve për vrasje në 2 atentate të rënda në dëm të Kei Pikut dhe Arjan Spahiut në vitin 2020. Në rastin e Pikut ka qenë informator për lëvizjet, ndërsa në rastin e vrasjes së Spahiut në Belgjik ka siguruar kushtet për eliminimin e tij. Daka është nën akuzë dhe për përkrahjen e autorit të krimit, pasi Talo Çelën e ka strehuar dhe i ka siguruar kushtet e nevojshme për jetesë. Maksim Koçi ka marrë pjesë në vrasjen e 2 personave, Klevis Kaplanit dhe një tjetri, si dhe ka siguruar kushtet për vrasjen e 2 të tjerëve, përfshirë ndihmën për fshehjen e Talo Çelës. I treti, Ado Gjika, 40 vjeç, është nën akuzë për përkrahje të autorit të krimit si pjesë e grupit kriminal për eliminimin e Ardian Çapjas gjatë sulmit me snajper, të cilit mundi t'i mbijetoi. Gjika për 2 vjet me radhë ka ndihmuar Talo Çelën të fshihet, ndërsa në 2020 shoqëroi një gazetar me qëllim intervistimin e të shumë kërkuarit. Talo Çela, një emër i njohur i botës së krimit prej vitesh është në kërkim, si një prej kokave kryesore të krimit në Elbasan me disa masa arresti. Emri i tij është lidhur me disa ngjarje të rënda kriminale, në akuzë për vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Axhia në Durrës dhe disa vrasje të tjera, po ashtu edhe për përfshirje në grabitjen e bujshme në aeroportin e Rinasit në prill 2019.